Kam një zemër të brirë si xhami. Mjekët u shprehën qartë se sa e rrezikshme mund të jetë. Shpresoj të rezistoj. Sepse nesër do të luaj kundër Oliver Harton në skuadrën një tim. Ndeshja është më e rëndësishme se gjithçka për mua. Futbolli për mua është jeta ime. Të luaj është gjithçka që më intereson. Nuk mund t'i bëj keq zemrës time diçka e cila është pasioni im. Ky është Hot Dogu, një skuadër e fortë. I kaloi eliminatoret me 3 fitore dhe 1 humbje. Vëllezrit Jason dhe Jace Derrick janë 2 pika të kyçe. Bëjnë një futboll efikas dhe akrobatik. E pa, po si ja bën? Nuk isha parë goditje të tillë. Megjithatë, unë mendoj se kjo skuadër nuk është asgjë përpara saj që do të kemi përballë ne. Skuadra New Team. Oliver Harton dhe Tom Baker janë 2 pika të kyçe të tyre. Kanë një bashkëpunim të tillë saqë nuk mund t'i përballojë asnjë portier. Mund të kemi një rezultat pozitiv vetëm duke penguar bashkëpunimin midis tyre. Nuk duhet i lëm që të mund të kapin topin. Sipas meje, të gjitha skuadrat janë shumë të forta për të arritur në finale. Për ne do jetë e vështirë. E çfarë pastaj? Skuadra jo nuk është inferiore ndaj askujt. Sigurisht. Jam dakord me ju, megjithatë për të arritur në finale vetmja pengesë për ne është New Team. Duhet të stërvitemi shumë për të qenë të përgatitur. Po, trajner! Trajner, më falni pak. Dëgjoni këtu, kam nevojë të shkëmbej 2 fjalë me ju. Ajo që dua t'ju them ka të bëjë me ndeshjen e së nesërmes me New Teamin. Më thuaj, Julian. Për mua është shumë e rëndësishme të luaj gjatë gjithë ndeshjes. Unë do doja që ju të më lini të fushë gjatë gjithë 90 minutave. Ju lutem. Për Julian, unë nuk... Ju lutem, unë duhet patjetër që të mund të paktën qoftë edhe një ndeshje të vetë me Oliver Harton, është shumë e rëndësishme. Më dëgjoj me kujdes. Mjekët thonë se mund të luash vetëm 10 minuta, asnjë minutë më shumë. Të rrezikosh është një sjellje e papërgjegjshme. Duhet të më besoni. Të mund Oliver Harton dhe skuadrën e tij brenda në fushë, vetëm mund të më zgjatet jeta. Do t'i bëj më keq zemërsime të riulur në stole dhe ta shoh atë. Por të lutem, arsyeto. Unë ndjej se do të bëj gol. Ma ndjen zemra, jam i sigurt. Dhe më në fund do t'i shënoj një fitore, mamos. Të lutem, mos rreziko.
Kur të kthehem do marr një taksi. Ju mund të ktheheni në shtëpi, mos u shqetësoni. Faleminderit. Në rregull zonjë, mirupafshim. O, pa shiko, pas ka ardhur dhe ti këtu e dashur. Sigurisht, nuk mund të mungoja. Juliani më telefonoi në punë këtë mëngjes. Më tha se donte që unë të isha I pranishëm në këtë ndeshje. Të njëjtën gjë më tha edhe mua, duhet jetë një ndeshje e rëndësishme për të. Kështu mendoj edhe unë, por ndryshe nuk do të na kishte kërkuar. Shpresoj që të mos doj të bëj ndonjë çmenduri, duhet veproj në mënyrë të përgjegjshme dhe pa e tepruar. Ja dhe formacioni me të cilin do të zbresim në fush. Atëherë Bradley, Jam këtu. Grassi, Jam këtu. Mallory, Këtu. Opsi, Këtu. Foysi, Këtu jam. Sanford, Tu zotri. Treki, Po. Nico, Tu. Clarkson, Në rregull. Marshall Po, këtu. dhe Julian Rossi. Këtu jam. Forca djema! Ura, do fitojmë. Do ta kemi kapitenin 10 minutat e para të lojës. Do t'i mundim. Më dëgjoni këtu miq, unë do t'jem me ju në fushë gjatë gjithë ndeshjes. Nuk mund t'ju lë vetëm kundër Oliver Harton dhe një tim. Përkundrazi, ju kërkoj të përpiqeni sa më shumë. Një skuadër e tillë mund të mundet vetëm me një angazhim maksimal. Jemi gati. E po me që është kështu, ju siguroj se do të fitojmë patjetër djema. Do të fitojmë. Julian, Emi, të lutem mos u shqetëso për mua. Unë jam shumë I lumtur. Zemra ime tani nuk ka asnjë problem. Të luaj në këtë ndeshje vetëm mund të më zgjatet jeta dhe jo të më shkurtohet. Ha marrë mira, shiko sa vajza të bukura pas ka sot në stadion. forca Oli, jemi më I miri, jemi me ty, forca! Sot do ta shohim se kush është më I forti. Ky takim është shumë I rëndësishëm, Julian. Do t'jap gjithçka për të fituar. Fitov skuadra më e mirë. Është Juliani, po luan që në fillim. Forca Oli, jemi më I miri, jemi me Ja ty, ku filloi ndeshja forca! mes New Timit dhe Mambos. Pika kryesore e formacionit të fundit është kapiteni Julian Rossi. I aftë ta ndryshoi rrjedhën e ndeshjes që Forca djema, të hiqen një të djathtë. Nëse është 10 minutë që fundit I ndeshjes. Mos u dorëzoni për asnjë moment. Jepi djema, forca! Jepini! Dhe çan me shpejtësi maksimale kapiteni I Mambos me vendosmëri të madhe është duke kaluar mes fushën. Opsi kërkon topin, Rossi e sheh dhe pason tek ai. Mbrojtja e New Timit është në rrezik. Bradley, pasoje! Julian Rossi kërkon bashkëpunimin e shokëve dhe kërkon që ta afrojnë topin në portën kundërshtare. Nëse mendon se mund të më kalosh mua gabohesh rënd. Bruzarte rembron me vendosmëri zonën e tij. Është një konkurrencë pa parë ndonjëherë, mjaft interesante. Topi I pasohet me Lorit, I cili me kokë shkakton rrezikun e parë për skuadrën e New Timit. Pritje e bukur Alan Crocker, je I madh. E marrë mira. Një lojë fantastike e Julian Rossit. Është një ditë e jashtëzakonshme. Është I Zoti. Krijon vërtet një lojë plot fantazi dhe pa harxuar shumë energji. Që në aksionin e parë të lojës, prioriteti I Mambos është më se I dukshëm. Forca, nuk ka ndodhur asgjë. Filloni lojën. Një timi kundër përgjigjet këtij sulmi. Le të shohim nëse do të dinë të reagojnë. Tom Becker ecën me shpejtësi, por mbrojtja e Mambos është e vëmendshme dhe po I shkon përballë kapitenit të tij. Kujdes se ke pas shpinë, pasoje me një herë topin. Julian Rossi e arrin Beckerin, të dy këmbgulin me një sër lëvizjesh. Becker përpiqet me çdo mënyrë, por Rossi arrin ta marrë topin. Rossi përparon me shpejtësi drejt mes fushës. Nico, shpejt, shko afër portës, jepi! Dakord, jam me ty, po të ndjek. Ja po Juan, lojtari afrohet portës, ecën me shpejtësi drejt saj, afrohet Juan dhe jo, për pak e bëri gol. Çfarë po bëjnë kështu? Nëse vazhdojnë kështu nuk mund të fitojnë. Mamba po dominon ndeshjen. Tiemët e Mambos nuk kanë të lodhur, aksionet e tyre janë të sakta dhe të fuqishme. Ai be, Juliani po luan shumë mirë. Është e vërtetë dashur, ke të drejtë. Ai po kënaqet shumë. Le ta lëm të argëtohet sa të dojë, të paktën për një ditë të vetme, edhe pse është me rrezik.
Booker ja pason topin shokëve të tij. Do të bënin mirë të fillonin të luanin. Çdo aksion i një timit përfundon pa filluar mirë. Janë të parashikueshëm, nuk ka larmi aksionesh. Giuliani është vërtet më i forti sot, nuk mund të bëhet asgjë. Një tim është në telash sot, nëse nuk fillon të reagojë. Edhe këtë herë aksioni i sulmi duhet të mbyllet patjetër me një gol. Mambo është e vendosur ta fus topin në rrjet. Harton vjen me shpejtësi pas shpinës së Rosit. Harton e ndjek Rosin, do që të marrë topin. Një dy luftim plot kurajo e vendosmëri. Të lutem, duhet ta mbrosh Giulianin, të lutem. Një aksion i papar mbrojtje i Oliver Hartons, për pavarësisht sforcimeve të tij ai nuk arrin të mbrojë as edhe 1 metër. Giulian është shumë i vendosur. Kisha shumë kohë që po e prisja këtë moment, Oli. Asnjëri prej tyre nuk përparon as edhe 1 centimetër. Jo, diçka po ndodh. Rossi e humbet topin. Çfarë po të ndodh? Julian! Jo tani! Jo tani! Giulian, jo! Asnjëri prej tyre nuk përparon as edhe 1 centimetër. Jo, diçka po ndodh. Rossi e humbet topin. Çfarë po të ndodh? Julian! Jo tani! Jo tani! Giulian, jo! Giulian, ndihesh mirë? Ndërhyn Tom Bekeri, e merr topin përsëri një timi. Forca Oli, të nisim aksionin, me një herë në kundërsul. Erdha! Jo, mos u dorëzo tani. Ndeshja sapo ka filluar, rezisto. Nuk po shoh mirë. Po fillon të më errësohet gjithçka. Epe, është e thjesht. Nëse e provon ditë rezistosh. Mbrojtja e bllokon aksionin e Bekerit në limitin e hapësirës. Jepi Oli! Bekeri ja pason Oliver Harton. Dhe Harton e gjuan drejt portës. Por portieri e pret pa pasur ndonjë vështirësi. Nuk arrit ta besoj. Ishte një rast i pastër dhe ata e quan dëm. Po sot çfarë ka Oli? Pse e kapi me aq vonesë topin që i pasoi Tom? Shumë mirë, pra. Fillojmë përsëri. Gjuan portieri Bambos. Një top i gjatë drejt Giulian Rossit. Giulian e kap dhe vazhdon rrugën e tij drejt portës kundërshtare. Këtë herë do të bëj gol patjetër. Rossi çan mbrojtjen e një timit dhe është i shpejtë si era. Nuk do të mundem nga një zemër prej xhami. Mos i lini të kalojnë tema, bëhuni fort! Përballet në mbrojtje me Bob Demberin, temin e një timit. Nëse mendo se do të kalosh, me të vërtet që gabosh rënd. E kalon poshtë. Giulian Rossi arriti ta kalojë dhe Demberin. Duhet ta fitoj këtë ndeshje me çdo kusht. Mos të gënjej mendja, Oli. O, zoti madh, përse po lodhet kaq shumë, nuk po pushon asnjë moment. Është jashtëzakonisht i vendosur, nuk le të shpëtojë as dhe një top. Po më le përshtypje sikur të ishte duke luajtur ndeshjen e tij të fundit. Oh, kam shumë frikë. Nuk mund të luaj kështu. Zemra e tij mund mos e duroj dot gjithë këtë mundim. Çfarë fugjie? Rossi nuk e di se çfarë është lodhja sot. Nuk po arrit ta besoj, po e provon përsëri. Ndalojeni, ndalojeni! Mbrojtja e një timit duket e vendosur. Ej, afrouni, forca! Nuk ju kam frikë fare! Afrohu se ta tregoj unë ty tani. Është kundër Harton, Ross Taylor. Çfarë teknike që ka Giuliani dhe Taylorin e kaloi. Ka një stil të pabesueshëm. Përballet me pengesat e Taylor.
Juniori, i cili me sa duket dështoi pasi Rossi e ka ende topit. Sot është më i miri në fush. Duhet të përballet me Cruzello dhe Samperin, por nuk ja del asnjëri prej tyre. Rossi arrin t'i kalojë dhe ata të dy. Çfarë? Rossi ngrihet në ajër dhe gjuan me një fuqi të jashtëzakonshme dhe shëron gol. Julian! Goli papar birë të lumt, je një kampion i vërtet. Kapiteni Ross la gjurmën e tij, një nga ndeshjet Julian, u tregove i madh. Rezultati ndryshoi që në 15 minutat e para, Mambo 1 dhe New Timi 0. Oh, si na e punoi, ishte më i shpejt se era. Na kaloi me një hedhje të jashtëzakonshme. Po si ja bëri? Julian është një lojtar i madh, por askush nuk mund të bëjë gjithçka vetëm. Qoftë ai dhe më i miri. Futbolli luhet me 11 veta. Është skuadër ajo që bën lojën dhe që shënon fitore në fund djema. Po, skuadra! Dhe New Team është skuadra më e fortë. Dhe tani, le të ndryshojmë rezultatin. New Timi rinisa aksionin, e vendosur për të marrë në dorë drejtimin e lojës. Mos u lodhni kot, nuk do arrini të shkoni as deri në mesfush. Mbrojtja e Mambos posë në pozicionin e saj. Kape Tom! E kapa! Norton, Sanford, blokoni Oliver Harton, mos janë dani syt. Skema e lojës së tyre është pasimi i topit final për tek ai. Nuk duhet ta lejoni këtë. Bllokojeni. Nuk duhet të ketë asnjë hapësirë për të luajtur. Presioni i Mambos nuk ngadalsohet. Rossi mblodhi lojtarët e tij dhe bllokoi sulmin e New Timit. Ta marrë mira, nuk po ja pasoj dot topin Olit. Duhet të arrit lëviz. Mbrojtja është e organizuar mirë. Do të jetë shumë e vështirë ta kaloj. Dakord, të provoj të çaj mesin e dy lojtarëve qendror. Forca Tom, nisu! Kujdes, po ja provoj portës! Po hyr në zonë shpejt! Hey Tom, më shiko jam këtu! Mirë, të pash Oli, largohu dhe pak, jepi! Një pasim i mrekullueshëm! Faleminderit Tom! Tom Becker arrin t'ia pasojë Oliver Harton. Gjithçka ishte e kot, ndërhyn Rossi dhe aksioni merr fund. E kishte parashikuar pasimin tim. Mambo e merr përsëri në dorë situatën. Po, një pasim perfekt. Pasimi i Rossit në mes fush. Mambo nis përsëri sulmin. New Timi nuk dorëzohet kurrë, duhet ta dini këtë gjë. Diamond godet me kokë dhe e kalon në këmbët e Jack Morris, i cili haset me një pengesë. Mere, është për ty! Kaloi Teddy Carterin. Shumë mirë, duam të na vënë në provë. Ja tregojmë ne se çfarë dim të bëjmë. Duhet pranoj se të dyja skuadrat janë të barabarta nga teknika, po bëjnë të dyja një spektakël të jashtëzakonshëm. Unë të lutem o Zot, të lutem që Julian jon ta përballojë ndeshjen pa asnjë lloj problemi. Bllokojeni. Nuk duhet të ketë asnjë hapësirë për të luajtur. Nëse Elini të afrohet me siguri do të bëj gol. Tet, nga kjo anë! Kape, është për ty! E marrë mira, Oli ka 3 veta për rreth. Si t'ja bëj për t'ja pasuar? Për ty, Johnny, kape! Pason tek Mezo. Kështu përçan dhe murin e mbrojtësave. Vrapon Oli për në të djathtë të portës së Mambos. Mbrojtësat nuk e lën Olin vetëm për asnjë moment. Topi është shumë i lartë. Është shumë i lartë. Do të jetë shumë e vështirë ta kap përpara mbrojtësave. Jepi Oli, më në fund ke një mundësi të shkëlqyer, nuk mund ta çosh dëm. Roberto ka të drejtë. Është një mundësi e shkëlqyer dhe unë nuk do ta çoj dëm. Dhe bën një rafishat duke tentuar të shënojë. Dhe shënon gol e jashtëzakonshme. Portieri asnjë mori mundimin të lëvizte. Të lumt Oli, shumë mirë, kështu luhet futboll djal. Tani skuadrat janë në rezultatin 1-1. Gol! Gol! Jemi mirë, jemi me ty. Të lumë Oli, u tregove i madh. Duhet luftojmë më shumë tani. Sa shumë e admiroj Olin. Një sportist i ndershëm dhe i shkafët. Është madhështor. Te kalosh aty jo vetëm që është e vështirë, por është pothuajse e pamundur. Duhet të vazhdoj të luaj. Sa shumë më pëlqen ky sport. Oliver Harton është një lojtar i shkëlqyer, një kundërshtar i ndershëm dhe i shkafët, i denj për djalin ton. Sigurisht, ke të drejtë. Në këtë moment, arbitri lajmëron për mbarimin e pjesës së parë. Dhe lojtarët afrohen pranë stolave të tyre. Atëherë më thuaj si ndihesh Julian? Mirë, trajner.
Unë sigurisht që mund të luaj edhe gjatë pjesës së dytë. Fshije djersën. Po, faleminderit. Shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë, Julian. Oliver, të kërkoj ndjes. Unë quhem Emi, jam një asistente vullnetare. Bashkëpunoj me trajnerin e skuadrës së Mambos. Çfarë ke, Emi, më thuaj? Çfarë? Është i sëmur nga zemra? Po flet seriozisht? Po, doktori ka thënë se nuk duhet të luaj më futboll. Giuliani po rrezikon shumë dhe ai e di shumë mirë këtë gjë. Po atëherë pse? Mund të rri në fush vetëm 10 minuta. Po ta kaloj këtë limit, rreziku për të është i paparashikueshëm. Në këtë pikë mund të ndodhë çdo gjë. Unë nuk e dija, të betohem. Të vetmi që e dim të vërtetën, veç teje, jam unë dhe trajneri. Oli, të lutem, lëre të fitoj, sepse kjo mund të jetë ndeshja e tij e fundit që luan. Jo. Të lutem, ti duhet ta lësh të fitoj. Futbolli është jeta e tij dhe ti mund ta kuptosh më mirë se kushdo këtë. Çfarë? Të përgjërohe, përpiqu të më kuptosh. Por ta lër të fitoj, unë nuk... Si t'ja bëj? Në rregull, është i sëmur, por ama unë... Si ka mundësi gjithë kjo? Julian luan me një energji që është për t'u admiruar. Të përgjërohem, përpiqu të më kuptosh. Nuk mund ta besoj. Është i sëmur nga zemra. Tutti in area di rigore per segnare.
Nuk mund ta besoj. Është absurde. Të duket e habitshme, por kështu është situata. Mjeku ja ka ndaluar Giuliani që të luajë në një ndeshje të plotë. Maksimumi që ai mund të luajë është vetëm 10 minuta, jo më shumë. Përndryshe do të rrezikonte. E di që është shumë e vështirë për ta pranuar, por mjeku u tregua shumë i prerë për këtë. I ka nxjerrë Giulianit probleme me zemrën. Është e pabesueshme. Unë nuk kuptova gjë fare. Ai kur luan në fushë ka pat energji dhe të shpejtësi si gjithmonë. Për fat të keq fati e ka vendosur që kjo të jetë ndeshja e tij e fundit. Kam ardhur të kërkoj një nder të madh. Duke e ditur se si është gjendja e tij, do të isha shumë e lumtur po ta shikoja të dilte fitues. Të përgjërohem, Oli. Po më vën shumë në siklet. Kjo që po më kërkon nuk është e drejtë. Është një sjellje e papranueshme. Ej, Djema, po vjen Oli! Ej, po ti, a mund ta di se ku ishe futur? Na bëre me të vërtet shumë merak. Më falni. Forca, Oli, je më i miri, forca! Topi i fillimit është për një timin. Tom Baker e çon topin përpara. Mambo është shumë i shpejt në lojë dhe të shohim se si një timi do t'i përgjigjet kësaj gjendje. Të duket e habitshme apo jo? Mjeku ja ka ndaluar Giuliani që të luajë në një ndeshje të plotë. Për fat të keq fati e ka vendosur që kjo të jetë ndeshja e tij e fundit. Oli, kujdes! Sa çudi, për mendimin tim Oli në shqetëson diçka. Kështu dyshoj edhe unë. Sot është i hutuar, kush e di se çfarë ka. Jam i çorientuar. Nuk po gjej dot pozicionin tim në fushë. Aksioni është shumë i shpejt. Harry Point kërcen më lart se sa mbrojtësi. Dhe ai ja pason topin Julian Rossit, i cili nuk lë rast t'i shpëtoj. Çfarë po bën Oli? Mos ke gjë frikë? Rossi ecën drejt portës kundërshtare me shpejtësi shumë të madhe. Ka përballë tij Harton. Por lojtari arrin ta kalojë atë pas një vështirësi. Por ç'po të ndodh Oli? Nuk po lëviz fare. Jo, nuk mundem. Oli, çfarë ke? Nuk po e kuptoj. Përse më la të kaloj kaq lehtë? Diçka nuk shkon mirë. Si mund të luaj kundër Giuliani duke e ditur që është aq i sëmur? Oli! Mos më thuaj që... Jo, nuk mundem. Nuk mund të luaj. Base dikush i ka folur për sëmundjen time. Është më e forca unë. Oli! Nuk e kam parë kur kështu. Të lutem, Oli, duhet fillosh të luash ashtu siç di ti. Me një aksion shumë të bukur, Rossi po çan mbrojtjen e një timit. Oli, unë po luaj sikur ti të ishe lojtari i fundit që duhet kaloja në fushë. Të lutem, Oli, mundohu të më ndalosh. Nuk mund ta besoj. Edhe pse e di fatin e tij, nuk rresht se luari me mishe me shpirt. Për ty! E kapa! Një pasim shumë interesant ju dha Melorit. Kështu kam për të bërë gol. Dhe shënën gol! Një gol i mrekullueshëm, një gjuajtje përsosur në cepin e majt sipër. Arritën të shënojnë gol me një lehtësi të pabesueshme. Mos u bëni merak, ndeshja sapo ka filluar. Unë nuk po arrita kuptoj. Çfarë po i ndodh kështu Olit? Një timi duket se u lodh nga pjesa e parë. Gabimi i kapitenit Harton i kushtoi një gol skuadrës së tij. A më thuaj, Oli, si ka mundësi që një tim nuk di të luaj më mirë se kaq? Ndoshta ju nuk jeni të aftë të sfidoni Mambon. Unë nuk mund ta besoj se një tim dorëzohet kaq lehtë. Nuk mundem. Duhet të gjej forcën për t'u përballur me ta. Tani mjaft, Oli, blidhe veten. Nuk e kem mendjen fare, Oli. Ti nuk po arrin të gjesh dot vendin tënd në fushë.
Nëse ke ndonjë problem, duhet të mos e mendosh këtu. Duhet të mendosh edhe për shokët e tu të skuadrës. Nuk po e bëj me qëllim, Benji. Ti më premtove se do të jepje maksimumin tënd për të arritur të luanim së bashku deri në finale. Po premtimet nuk mjaftojnë. Ti duhet të luash në fush, Oli. Nuk ka gjë më të mjerueshme për një lojtar se sa fakti që e mëshirojnë. Çou dhe luaj. Është minimumi që mund të bësh. Merr shembull nga Julian Rossi, edhe pse ai është i sëmur, ai po bën çmos që të çojë në shtëpi një rezultat fitoreje. E kuptova, Benji. Oli, Unë nuk di që të them. dëgjoj Oli, je i sigur që ndihesh mirë tani? Nuk po luan ashtu si di të luash ti. Më falni djema, jam pak i hutuar. Forca, Oli, fitoje këtë ndeshje, je më i forti nga të gjithë. Tani do të filloj të luaj edhe unë. Do të fitojmë, keni për ta parë. Bën një gol tjetër, po për ta do të jetë i fundit për sot. Loja fillon sërish. Të sulmojmë! Oliver Harton duket se e ka marrë veten, po luan me vendosmërinë e tij të zakonshme. E çon topin përpara dhe e kalon kështu të gjithë skuadrën kundërshtare. Janë 3 lojtarë që i dalin përballë me qëllim për ta ndaluar. Ja kalon topin Tom Bekerit, i cili ja pason përpara. Shumë i bukur bashkëpunimi me Tom Bekerin. Ja, pra ky është Oli që unë njoh. Forca, afro edhe më shumë. Nuk ke për të shënuar. Të shohim nëse e kap këtë Julian. Julian Rossi shkon për ballë ti. Ndërhyn me rëshqitje. Fantastike, Oli hedh topin ajër ndërsa bie në tokë. Kush do ta kap topin që është në ajër? Julian Rossi hidhet dhe Harton bën të njëjtën gjë. Gjuajtje me kokë dhe shtyll. Oliver Harton ishte pa fat këtë herë. Mbrojtja shpërndahet dhe fillon përsëri loja. Pa shiko sa pa fat, Oli për pak sa nuk e bëri gol. Për pak do ta kishte bërë. Loja është konfuze, tepër e ngadalt dhe topi nuk po ecën ashtu si duhet të ecte. Skuadrat mezi po e çojnë lojën përpara. Kam shumë frikë, dashur. Juliani ynë është shumë i lodhur. Them se duhet të mos luaj më tani. Të lutem, shko fol me trajnerin. Nuk mund ta bëj. Nëse do të ndalonin Julianin të luajë, do të vonte së tepërmi. Lojtarët e Mambos ja pasojnë përsëri topin Julian Rossit, i cili ecën përpara. Mbrojtësit e një timit provojnë të ndalojnë, por më kot. Rossi vazhdon aksionin e tij. Kontrolli i topit që ka ky lojtar është vërtet mbreslënës. Tani po i shkon përballë Harton. Eja pra tani të shohim se çfarë di të bësh. Mos u shqetëso, do të ta bëj qefin mirë. Ja dhe përplasja mes dy kapitenëve. Oli merr topin dhe tani po përparon drejt portës kundërshare. Ta marrë mira. Fusha është plaguar shumë sa topi ndalon. Ky është Oliver Harton që ne njohim. Harton i gjuan topin përpara, por ka një hapësirë shumë të madhe përpara portës së Mambos. Çfarë rëshqitje spektakolare. Ja ku ndodhet përballë portierit e gjuan drejt portës dhe bën gol. U tregove shumë i zoti, Oli. Sa po barazuam? Po, të lumt Oli, jeme të vërtet i madh. Ja do lamban, shënova djema. Goli mrekullueshëm i Oliver Harton e barazoi rezultatin e një timit. Forca Oli, jeme i miri, jeme me ty. Forca! Julian Rossi është për tokë, është keq. Duket si diçka mjaft serioze. Julian, çfarë ke? Kapiten, përse u shtrit të tokë? Çfarë po ju ndodh? Kapiten, çfarë ke? Kapiten, përse u shtrit të tokë? Çfarë po ju ndodh? Kapiten, çfarë ke? Bëu gati, Carlo, do zësh vendin e tij. Në rregull. Zëvendësim arbitër, kemi zëvendësim. Oh, jo, Julian. Rije qete dashur, më mirë të mos ndërhyjmë. Të lutem, mos më braktis. Prisni vetëm një moment, trajner, mos më zëvendësoni. Por ti e keq, kjo është e dukshme. Unë dua të provoj të rri edhe një herë në fush. I kam premtuar vete se të paktën sot do të luaj gjatë gjithë ndeshjes. Sa të admiroj, Julian.
Më vjen vërtet shumë keq që nuk ja kam thënë më parë, Djema, por për fat të keq mjeku më ka nxjerrë me probleme serioze mua në zemër. Çfarë? Kjo është edhe arsyeja pse unë nuk kam luajtur deri në fund në ndeshjet e para. Por kjo nuk është një ndeshje si gjithë të tjerat, Djema. Unë nuk mund t'ju lë të luani kundër një tim pa ndihmën time. Kjo është e rrezikshme, kapiten. Ta dini se fati im ka vendosur për mua. Nuk do të mund të luaj kurrë më në një fushë profesionale, por sot unë dua të fitoj patjetër. Kjo do të jetë ndeshja ime e fundit. Unë nuk dal nga fusha për asnjë arsye. Me ty, Oliver Harton, dua të laj ca hesape të mbetura pesull. Julian, në të vërtetë unë... Jepi, Julian! Tregoju se sa vlen. Duhet i mundësh, ti je një futbollist i madh. Sot është ndeshja jote e fundit. Jep maksimumin tënd birr. Çfarë po thua kështu? Po unë do të bëj të pamundurën. Nuk ka zëvendësim, Carlo. Do të vazhdoj të luaj Julian. Mirë, në rregull. Mos harro, unë hiqe ti skuadrën dhe fitoje këtë ndeshje. Jepi, forca! Unë do t'jap maksimumin tim. Ta marrë mira. Nuk duhet ta mëshirojmë. Kjo duhet jetë një ndeshje e vërtet. Në fush dua të njëjtin vullnet si Julian Ross. Ne jemi një tim dhe nuk mund t'i lejojmë vetes të bëjmë një figurë të keqe, Djema. Dakord! Nuk do të zgënjejmë, Oli! Mirë. Atëherë ti, dije gjithçka? Ishe në dijeni për sëmundjen e ti. Forca Djema! Kanë mbetur edhe 7 minuta nga fundi i ndeshjes. Rezultati është barazim. E fillon lojën skuadra New Team. Forca Djema, duhet të fitojmë për kapitenin ton. Do të luajmë me gjithë fuqitë tona. Do të fitojmë! Julian Rossi me sa duket nuk e ka marrë ende veten mirë, po qëndron jashtë aksionit. Julian, e di që e dashuron futbollin dhe që do doje të luaje përsëri. Dhe di që vetëm një shaka e tmerrshme mund të të ndalonte. Por dhe unë e dashuroj po aq sa ti dhe nuk mund të lejoj askënd të më mund. Harton e çon topin përpara në përfush. New Teami është në sulm të fuqishëm. Po afrohet përballja mes Harton dhe Rossit. Julian! Julian Rossi nuk arrin të përballet. Oliver Harton e kalon Julian Rossin pa asnjë problem dhe shkon drejt portës. Çfarë po të ndodh, kapiten? A mund të luash akoma, Julian? Mbyllini të gjitha hapësirat, shpejt! Mos e lejoni të godas! Juan Oliver drejt portës, por mbrojtësi nuk Harry, e të lejon vazhdojmë të dy golin. bashkëpunimin, ma paso mua! A e dëgjove kapitenin, pasoja, shpejt! Do bëj një gol, Julian! Harry Foy si ja pason topin Julianit një sulm i avancuar. Faleminderit, Djema. Tani dua të bëj një gol. Kështu që Mamboja do të fitoj këtë ndeshje. Fusha është lagur dhe topi me zi rrotullohet. Është e vështirë ta kontrollosh. Ta marrë mira. Po duket sikur do të më plas gjoksi. Çdo hap që unë bëj është dobësimi i zemrës time. Nuk e di nëse do të mund ta mbaroj dot ndeshjen. Babi, mami, trajner, shok të skuadrës. Edhe ju tifoz që më keni mbështetur gjithmonë. Do t'ju dedikoj golin tim. E mori veten. Është shumë i shpejt, i la pas shpinën mbrojtësit e New Teamit. Është shumë i shpejt, nuk po ja dal dot. Nuk po mundem të arri. New Teami reagon, po fillon një lojë ashpër. I reziston ende mbrojtjes Rossi, i kalon të gjitha pengesat dhe shkon drejt portës. Duhet të përballesh një herë me mua, Julian Ross. Ki kujdes! Por nuk mund të bëj asgjë, Rossi është shumë i vendosur sot. Është vërtet i zotja ideal. Oliver Harton kthehet për të përforcuar mbrojtjen. Vraposa të duash, Oli. Lodhu për të ardhur në mbrojtje. Do të ta prish pak qefin sot. Ky do të jetë goli im, ta dish. Harton dëryn dhe topi fluturon në ajër. Nuk po e shoh, nuk po e shoh. Po ku përfundoj? Unë duhet shënoj me çdo kusht. Kapiten, topi po zbret nga ajri drejt teje. Ja ku është? Topi po zbret nga ajri më në fund. Nuk duhet ta kap ai. Do të shënoj. Dhe Jaku shënua një gol fantastik i Julian Rossi. Ura, ja dolën kapiten! Tani ndeshja është në duart tona. Dhe Mambo tani është në avantazh me një gol. Çfarë vullneti?
Pavarësisht problemeve fizike ti, I luftoj me mishe me shpirt për të bërë gol. Të lumt kapiten, shënove një gol fantastik. Julian, çfarë ke? Ha? Çfarë po ju ndodh, kapiten? Jam mirë. Zemra ime është në rregull. Re. Zemra ime ende re. Julian! Nuk më ndodhi asgjë. Zemra ime po reziston gjatë gjithë ndeshjes së plot. Je I madh, kapiten! Ne jemi në avantazh. Me golin tim jemi duke fituar ndeshjen djema. Edhe pak minuta dhe fitoria do të jetë e jona. Le të luajmë deri në fund. Edhe 2 minuta në ndajnë nga përfundimi I ndeshjes. A do të mund të kaloj rezultatin një timi? Forca, Oli, jemi I miri, jemi me ty, forca! Të përpiqemi më shumë. Një timi rifillon ndeshjen me një gol në disavantazh, ndërsa Mambo do të mbrojë rezultatin. Kapiteni Mambos Julian Rossi duhet jetë shumë I lodhur dhe është mbështetur tek shtylla e portës. Harry, Mallory, duhet ta bllokojmë patjetër Oli nëse duam të fitojmë. Mirko, Kevin, bllokojeni të dy në të majt. Tani do të formojmë diagonalen. Kevin, mbyll hapësirën në të djathtë. I di gjithë lëvizjet tona. Kapiteni Mambos nuk po lëviz, nuk po merr pjesë në lojë, por nuk po kursehet për t'ju dhënë këshilla shokëve të tij. Nuk ka mundësi t'ja pasoj. Ja ku jam, Tom! Është për ty, Bruce! Po, të lumt. Ha! Prite, Oli! Goxha pasin, Bruce. Harto nuk po gjen hapësirë për të lëvizur, është I bllokuar. Ju lumt, unë e shkëlqyer. O jo, kam mbetur edhe pak kohë, forca! Oli s'ka nga televiz, mbajtja e ka bllokuar fare. Të lutem, Oli, bëj diçka. Mbrojtja e Mambos është e organizuar mirë. Oli nuk po mundet ta gjuaj topin dhe koha është duke mbaruar. Por si nuk më shkoj më parë në mendje. Forca, gjuaj! Tani e ngre topin në ajër. Çfarë do të bëj? Çfarë gjuaj djeva? Çfarë rafishate spektakolare! Rossi është pozicionuar pranë portës dhe është gati ta pres topin për t'ia pasuar skuadrës së tij. Por kemi një ndërhyrje të papritur Tom Beckerit. Godet me kokë. Dhe shënon gol! Me një gjuajtje të saktë me kokë të Tom Beckerit, një timi arriti ta barazojë rezultatin në minutën e fundit. Këtë vërtet nuk e prisja. Gjuajtja në qendër e Olit ishte në të vërtet për Tomin. Isha pozicionuar në vend të parë sepse prisja që ai të godiste aty. Në fakt ishte një skem për të gjuajtur me kokë. Ndeshja mbaroi. Sipas orës sime koha mbaroi, por arbitri ka lënë dhe disa minuta shtesë. Do të mbyllet me barazim. Mirë, loja vazhdon. Nuk është thënë akoma fjala e fundit. Arbitri ka lënë disa minuta shtesë dhe unë do ta shfrytëzoj këtë shans të fundit. Po çfarë po bën kështu? Po vrapon përsëri? Topin tani e ka Oli, I cili po kërkon golin e fitores, por koha është duke mbaruar. Julian I kaloi kufin të tij dhe psisë mur nga zemra. Nuk do të humbas as një sekond nga kjo ndeshje. Do të luaj derisa të bjerë bilbili I arbitrit. Do të bëj të pamundurën, nuk do të dorëzohem në minutat e fundit. Forca Oli! Tifozët e një timit nuk e humbën shpresën asnjë çast, dhe ti nuk do t'i shkënjesh. S'ke për t'ja dalë. Këtë herë nuk e për të kaluar Oliver Harton. Do të gjuaj para se të mbaroj. Oli provon gjuajtjen e fundit. Nuk mund të shënoj, duhet të ndaloj. Ha! Goli është I rregullt. Fituam! Fituam falteje! Julian! Kapitan, çfarë ke? Mos u shqetësoni për mua, djema nuk kam asgjë. Gjithçka është në rregull, faleminderit. Ndeshja mbaroi, Julian. Më duhet të të përgëzoj ty, Oli. Tregove se je një kampion I vërtet. Një timi është me fat që të ka ty në skuadër. Faleminderit, por ti më shumë se të gjithë ke treguar që je një kampion. Pavarësisht të gjithave, luajte shumë mirë. Shumë faleminderit për këtë kompliment. Doja të bëja figurë të mirë. Bëra të pamundurën që skuadra ime të fitonte sot, por e vura re këtë.
Atëherë unë po të them që jam vërtet i kënaqur që luajta deri në fund të ndeshjes. Do të thotë shumë për mua kjo, apo jo? Kuptova se unë jam ende një futbollist. Jam shumë i lumtur për ty. E meriton Julian. A e pe shpirt, djali ynë arriti të luaj deri në fund të ndeshjes. Po. Ej, Oli. Po. Në fundin ndeshja nuk vajti dhe aq keq. Edhe pse nuk mundi të fitoj skuadra ime, unë mund të luaj akoma. Kam për të të mundë një ditë, ta dish, Oli. Është bukur të luash me kampion si ty. Do të të pres me padurim, Julian.